njerë me aksionet. Në hymë të S&P 500, dhe shikojmë ecurinë S&P 500, që ka qenë shumë e mirë dhe një arritje që ka shku dhe të all time highs prap çmimi, edhe pse mund të rezistoj aty. E ku e keni, ka rikryuar strukturat tregu, na duhet të thyet kjo zonë, që të vazhdojmë dhe të 7.200 që atëherë do sigurim do një profit serios se portofoli që unë kam ndërtuar personalisht, por po duket sigurisht pak a shumë perfekt në këtë ndjekjen e analizës time që mund bëjnë ndonjë falco këtu dhe pastaj të bëjnë ndonjë surprizë tjetër për më lartë. Shikojmë se si të na heci këtë javë që do vi, po më duket shumë mirë edhe mendoj që edhe po radhë deri këtu nuk është që është fundi i lëvizjes, sepse mund të mbaj këtë vizën e trendit në rritje si support dhe të vazhdoj për më lartë të këtë zona 7.100, 7.200. Por e kam pak me merak dhe me frikë situatën e S&P, sepse më duket si konsolidim dhe kam diskutuar disa herë që kjo faza që nga data 12 apo 20 ca shtator që filloi të rriteshe dollari, ka qenë një fazë që duhet si distribution është kur fillojnë që të dalin gradualisht institucionet dhe lojtarët e mëdhej. Që në këtë moment jo vetëm unë personalisht kam filluar të dilja nga tregu dhe të siguroj profit, por dhe shumë tregtarë të tjerë që unë njoh që kanë kapital serioz dhe janë të lidhur me institucionet, kanë punuar me institucionet, ose dhe kanë institucione vetë dhe organizata fondesh për të investuar, kanë dalur nga tregu. Një nga arsyet kryesore pse kanë dalur sepse janë friksuar nga floriri që ka pasur një rritje. Okej, floriri me rritje ka shkaktuar një frikë të investitorët serioz edhe më të mëdhej për mendimin tim. Edhe me diskutime që unë kam pasur me persona që njoh personalisht. Ja ku keni këtu floriri në këtë rritje të jashtëzakonshëm dhe silver gjëndi ka pasur këtë lloj rritje. Keni këtu të premten njëherë ka qenë një rritje euforike totalisht thyrje strukture çdo gjëje me 10% mrenat ditës edhe vazhdon sillet të krijojë këtë anim super serioz për lart. Unë personalisht nuk e kam tregtuar, por kam tregtuar aksione që janë të lidhur me metalet e çmuara. Po di që ca nga antarët tonë të Discord kanë tregtuar silver dhe disa aksione mrena silvers, gjithashtu dhe metalet e tjera kryesore që kanë hecur gjatë kësaj valës. Po kjo ka qenë një nga arsyet pse jemi në një distribution se po qarkullon kapitali te metalet, te siguria. Shpak situata e frikshme. Ku po ecën kaq shumë floriri kundër kriptos dhe po ecën kaq shumë floriri kundër S&P 500, do të thotë që ndoshta tregu ndjen një farë pasigurie shumë të lartë makroekonomike dhe ndoshta tregtar serioz e ndjen këtë. Do ta kemi në vëzhgim situatën. Bëjmë dhe analizën e Nasdaqut që janë 100 kompanitë më të mëdha, indeksi i 100 kompanitë më të mëdha amerikane. Charti këtu, grafika këtu tregon diçka tjetër. Kur S&P 500 kemi një all time high edhe rritësim të kësaj zone, këtu kemi një higher low dhe akoma nuk ka krijuar këtë lëvizjen. Kjo është lidhur pak edhe me Nvidia dhe këto asete që janë më të masis, më të sigurta dhe më të qëndrueshme, dhe po që Nvidia vazhdon trendin, atëherë mund të sigurojmë ndoshta ndonjë all time highs dhe gjithmonë synojmë të zonën 27.500 për ndonjë valë serioze që mund na japin të mega caps dhe të indekset kryesore. Russell 2000 më duket si me formim më të mirë. Po konsolidohet këtu, unë pres
ndonjë thyrje të kësaj strukture këtu, sepse kur ka trende serioz, shikoni këtu, fillon me një kanal. Ndërtohet kanali dhe pastaj kapet pjesën më lart, ikën më poshtë, kapet pjesën më lart, ikën prapë teston pjesën më poshtë dhe kështu me radhë, derisa thyet. Në këtë rast nuk na duhet që mos të thyet kjo strukturë këtu, por të vazhdoj për lart strukturët të çmimi këtu. Dhe kjo do ishte lëvizja më e mirë. Një problem që kemi është që jemi te all time highs dhe tregu nuk është që ka krijuar ndonjë eufori akoma për asetet më të rrezikshme. Do shikoja ndoshta këtë thyrën e kësaj zonës 2.5 për ndonjë shenjë që nuk do ecin më trendi, edhe për më lart do shikoj këtë thyrën e kësaj zonës 2.55. VIX-i pati një rritje të vogël të premte sepse ishte ulje e madhe dhe hyri tregu nga frikë këto 2 javë, që ishte diku këtu te kjo zonë këtu ishte akoma te frika, te neutral dhe pastaj te grid që pojnë pak euforia dhe temi dhe kërkesa më e madhe të tregu. Këtë kemi parë. Kjo një nga shembull kryesor këtu është që S&P 500 shkoi te new all time highs. Një gjë tjetër që do të muloja është equal weighted, peshë të barabartë të çdo aksion të 500 kompanitë kryesore amerikane, që kemi strukturën e kësajt, pak më ndryshe kjo ka arritur all time highs më para nga rotacionet dhe po vazhdon të mbaj zonat këtu për këtë lëvizje për më lartë. Do na duhet thyrja tani e strukturës, do na duhet thyrja e kësaj zone që të vazhdojmë për më lartë. Këto shtrëngim edhe thyrja dhe pastaj ndoshta shkojmë deri te 200 ca të equal weighted, peshë barabartë të S&P-ja me peshë të barabartë të çdo kompani, jo sipas market cap-it. Okej, këto po shikoj unë dhe po më duket mirë tregu për momentin, edhe po pati ndonjë dip e shpjegoj pak më parë që nuk do jetë fundi i lëvizjes për lart, sepse kemi S&P në një situatë të mirë.